Institucioni Kadastrës së Vlorës do të zhvendoset drejt Tiranës. Ky ka qenë urdhri i cili ka mbritur mëngjesin e sotëm nga Drejtoria e Përgjithshme e Kadastrës, i cili udhëzon të gjithë punonësit apo edhe institucionin e ASHK-s në Vlorë që deri në datën 1 shkurt duhet të lënë zyra dhe duhet të zhvendosen në drejtim të Tiranës. Megjithatë, kjo sipas edhe punonjësve të Kadastrës, të cilët janë 55 punonjës, ku 25 të tjerë janë zhvendosur disa kohë më përpara, do të përgatisin një peticion ku do t'i drejtohen jo vetëm Drejtorisë së Përgjithshme, por edhe Kryeministrisë, që sipas tyre kjo gjë nuk është efikase, pasi nuk mund të shkojnë çdo ditë nga mëngjesi deri në orët e vona të pasdites të punojnë në Tiranë dhe më pas të rikthehen sërish në qytetin e Vlorës. Megjithatë, pritet që pas këtij peticioni, ndoshta do të ketë edhe një protestë nga ana e punonjësve lidhur me vendimin e fundit që duhet të dorëzojnë zyra deri në datën 1 shkurt. Kështu Kadastra e Vlorës zhvendoset në Tiranë me një urdhër të Drejtoresë së Përgjithshme të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, është vendosur zhvendosja e këtij institucioni drejt Tiranës, ndërsa edhe rreth 55 punonjësit aktual të Kadastrës do të shkojnë drejt kryeqytetit. Rreth një vit më parë, institucioni i Kadastrës u zhvendos drejt godinës së re pranisht shtëpisë oficerëve në Vlorë, ndërsa për rikonstruksionin e saj u harxhua një vlerë e konsiderueshme. Në atë periudhë dhe 25 punonjësit e parë nga 80 në total u zhvendosën në Tiranë, ndërsa pritet që të njëjtin fat ta kenë dhe 55 punonjësit e tjerë. Ndërkohë për qytetarët kjo zhvendosje krijon probleme tek vetë ata pasi nuk kanë gjetur ende zgjidhje në Vlorë, teksa shpresat e tyre tashmë janë më të pakta. Do iki që këtej dhe në datë 31 do jetë. Shpresoni që tani të zhvendosen në Tiranë, do zgjidheni? Dëgjoj, të them këtu nuk ka për të patur zgjidhje një radhë të parë. Për çfarë arsye? Unë kam 7 vjet që kam bërë legalizimin të 3 katet të legalizuar, se katin e parë kishim me certifikat pronësie, dhe unë kam 7 vjet që kam bërë legalizimin dhe unë nuk po më dërgojnë certifikatin e pronësisë. Kam paguar detyrime 800.000 lekë apo 80.000 lekë të reja një herë, 450 një herë, dhe unë mbaj dokumenta në xhep këtu, edhe nuk kam asgjë. Po tani që do zhvendosen në Tiranë? Nuk e di çfarë do bëhet. Nuk e di çfarë do bëhet. Këtu është shkurt do të mbyllet, nuk do të ketë më shërbim këtu në Vlorë. Po mirë, nuk do të ketë më shërbim, po ne ku do vemi, ku do përplasim? Tiranë. Mua për dokumenta, se unë merrem me noterë dhe se svetet e këta. Po do veni në Tiranë. Do veni në Tiranë? Do vetem unë në Tiranë. Po si do vetem unë në Tiranë? O shoku, kuptohet ju edhe i bët me online edhe s'bët asgjë? A i bët me online edhe s'bët asgjë? Ata tani më dërgojnë mua, noteri thot që i dërgojnë përgjigje okej. Ne tha ne duam certifikat pronësie, e dim që okej, dokumentat janë në rregull. Tërëma, se i kam bazën katrin e parë me Ke vajtur 7 vjet nuk e marrë do të zgjidhje kur institucioni ka qenë në Vlorë. Tani që do vjen në Tiranë, do pretë në Tiranë. Po pse do bëhet në Tiranë? Unë kam 33 vjet në Itali. Unë bleva shtëpi në Itali dhe unë nuk pash një derë zyre. Me gjeometrin, me certifikat ndërsa këtu? Me certifikat, me certifikat hidrauliket, me certifikat elektriket, me certifikat kaldajn, me certifikat gazin. Po këtu ç'a po bëhet? E dini që do të zhvendoset, nuk do të ketë më kadastër në Vlorë. Po, do vjen në Tiranë. Do vjen në Tiranë. Dëmton qytetarët besoj. Tani varet, tani janë dhe këto automatizuar, janë bërë me Albanian, me këta, ndoshta do ketë edhe lehtësira. Do ishte më mirë që se si që një institucion të ishte në Vlorë, për qytetarët në Vlorë, sepse do duhesh të është Tiranë tani. Po, patjetër, është. Mirë është, tani ata i kanë ngumulluar atje gjitha, me gjykata, me prokurorira, me të komplet, me kadastër, me të gjitha në Tiranë. Thonë që do i automatizojnë, do i shpresojnë. Pas në një probleme? Una që një 30 vjetë. E dini që do iki fare kadastër në Vlora, nuk do ketë më në Vlorë. Se? Do zhvendosën në Tiranë. Atje edhe ma zi. Edhe më keq. Dijo, stadiumi Flamurtarit, aneksi, para stadiumit të palati që u marru këtu i Jaube, Sinani. Tokat e mija janë, familjes tonë, Tigani. S'ka zgjedh probleme në një. Ja, në përgjigje. As avokat kanë marrë lek, nuk t'jemi kurva përgjigje. Anarhi, kështu komplet.
Siç mësohet, pritet që punonjësit i drejtohen së pari me një peticion drejtuese së përgjithshme, më pas kryeministrit të vendit, ndërsa pritshmëritë janë dhe për një protestë për të kundërshtuar këtë vendim.